ka komentu po e përmendje edhe me emër dhe me mbiemër, është Negji Krasniqi, besoj që e kemi dhe komendjen këto mbrapa edhe të përgatitur pra nga regjia që kanë transmetu fotografin, pse nuk duken yjet nga ky pozicion, dyshoj se është krijuar nga inteligjenca artificiale, kështu thot pra komentuesi shqiptar, dhe NASA i përgjigjet, pra ka marrë përgjigje, ka bo NASA-n të flas, duke i thënë, nuk mund t'i shohim yjet në këto imazhe, sepse ato duken relativisht shumë të zbeta, krahasuar me hënën, e cila është shumë më afër dhe reflekton shumë më tepër dritë. Kamerat mund të kapin vetëm një gamë të caktuar midis pjesëve më të ndryshme dhe më të errta të një skene. Në fakt, nëse ke po kapitenin që ka fotografu qëre ka yje këtë, bile kitë valet për aparaturës të kamerës që ka fotografu, edhe që ka lanë atë të settings, për arsye që këta astronautët thonë që na i kemi po yjet, edhe nuk kanë zizëllu kështu sikur që shihen për tokës, po kanë qenë veç drita. A mund është me këtu edhe njëherë sot të eklipsit, foton? Po, besoj që mund të shohim eklips, në fakt e kam unë e posedoj këtu, nuk e di nëse regjia e ka trujtën apo jo. Në njërën prej fotove të eklipsit shihet Jupiteri, Saturni edhe Venera, po më duket, poshtë, në anën e majtë. Në anën e majtë. E ki dhe yjet si pikat vogla? Po, janë yjet si pikat vogla. Që ato janë Jupiteri, Saturni edhe Venera. Në mon janë, më falë, Marsi. Saturni edhe Venera. Në mon janë duke që këto. Në mon edhe këto vrejen. Pse vrejen në fakt gjatë ditës, pse nuk i shohim yjet? Sepse na pengon drita e diellit. Nëse na kemi eklips në tokë, na mund t'i shohim yjet edhe në pikë të ditës. Madje mund t'i shohim edhe planetet. E pikërisht është e njëjta këtu që janë tu po. Aty kur nuk ka mujt me i bon foto ato, nuk ka pas eklips që me ndalu dritën, edhe normalisht që yjet nuk shihet në ana, shihet çaj objekti që jetu e vrojtu. Domethënë që kjo është arsyeja pse nuk janë pa në atë foto yjet, ndërsa në këtë pjesën tjetër kur është eklipsi po vrejnë shumë qartë yjet. Është një shpjegim për këto agongje që njerëz ndoshta për shkak që nuk kanë shumë informacione, tani atë boshllëkin e jo dijes e mbushin me teori konspiracione. Për shkak që nëse qaj person që lexon hulumton tash jetojna me një epokë të digitale të internetit, mënet me hulumtu, me lexu, me po fakte, me thonë nuk është që na jemi tu dalë të thonë, pa qenë këtu të vërteta, kemi të vërtet jetojmë në epokën, jemi me fat që jetojna në epokën Artemisit, sepse nëse jemi gjallë shumë dashëmirë edhe 2 vite do ta shohim tër live, moon landing, pra zbarkimin në hënë, po përveç hënës, ne jemi të dashme shku dhe në Mars, pra. Po, kisë me qenë shumë në fatë. Shkojmë një në horë, Një si speci jemi gjithmonë kurioze me dit nga kemi arë, qka po bojmë këto, gjithmonë kemi dashna dhe në tokë, pikos njerëzimit, pra pi shekujve më heret kemi dashtë, pra kemi zbulu Amerikën, e këto kontinentet tjera, gjithmonë kemi dashtë me po qa ka. Më shumë. Për këtë arsye, pra e bojmë edhe na jemi që shtet Carl Sagan Voyagers, që dojme udhëtu edhe e ardhmja njerëzimit është pra në hapësirë. Sa dëmi, këto teori konspirative i shkaktojnë edukimi shkencor, veçanërisht tek të rinjt, apo ndoshta unë shoh që të rinjt mund ta kapin edhe më shpejt, nga që janë duke u rritur në këtë kohën e teknologjisë dhe ata e dinë më së miri se gjithçka mund të jetë e mundur. Dinë ta dallojnë edhe shumë më mirë se çfarë është bërë me AI apo inteligjencë artificiale dhe çka është në realitet. Pikërisht janë 2 tash të tabore të shkencës. Njëna e inteligjencës artificiale që ta mundëson me bani fake news, na e patëm rastin gjatë dimrit atë dhijen që hezka njerin me kam dhije ose diçka. Mundet me bani edhe ata. Mirë po të thuhet për imazhe, për videot në hanë, që janë me inteligjencë artificiale, sikur që është tu pretendu, bile sidomos tash që jo po krejt këto janë bani me inteligjencë artificiale. Kjo është veç konspiracionistët mund të besojnë një gjatë tillë, edhe shkollimi jo profesional. Shkollimi profesional e ke fjalën përgjithësi. Përgjithësi njerëzit, po. Niveli i shkollimit. Nuk vyn me kon shkencëtar. Jo, absolutisht, nuk jam të thonë me kon. Nuk jam të thonë shkencëtar, nuk mund mi bëna këtë astronoma. Mirë, por një bazë se çka duhet me besu, duhet ta kenë.
Do ta kenë që mjeku banë operacion me gërshër, nuk banë me inteligencë artificiale, me qitë që atje një dhe një që ka dhe hajde se po bojmë diçka. Kjo është absurde, shkanë të dështë me ba të rinia jonë. Unë jam për ditë me nëzancë. A është vështirë me i binda ata? është kogja shumë TikTok-i, gjanat ndryshme janë të ba me ndiku të nëzancë. Ka ra interesimi i leximit. Ma shpejta e merr një informacion.